Soda e bukës është shpëtim për flokët, ja sekreti si ta përdorni. Soda e bukës është një nga përbërësit i cili me siguri gjendet në shtëpinë e çdo anëvise, ndërsa flokët janë një pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut, por shumë i rëndësishëm për paraqitjen e jashtme. Ekspertët thonë se edhe shampot përmbajnë substanca të dëmshme siç është sulfati, të cilat kanë një ndikim të fortë jo vetëm tek floku, por tek i gjithë organizmi në përgjithësi. Shëndeti i flokut është gjithkohës nën kërcënimin e ndotësve të jashtëm, por ndikohet fort edhe nga mungesa e ushqyesve të rëndësishëm, të cilët merren vetëm nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm. Për rrjedhoj, ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur dhe ushqyer flokun. Një prej këtyre produkteve natyrale është soda e bukës. Kjo e fundit përdoret për pastrim, gatim, por edhe kundër disa sëmundjeve. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, soda e bukës e pastron atë dhe i jep shkëlqim. Së dyti, ajo e bën flokun tuaj më të fortë dhe stimulon rritjen e tij. Soda e bukës rigjeneron flokët e dëmtuar duke i bërë ato më të shëndetshëm dhe plot jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndonse përpara përdorimit, njerëzit këshillohen të sigurohen që nuk janë alergjik ndaj saj. Si ta përdorni sodën e bukës për shëndetin e flokut? Soda e bukës duhet përzier me ujin e pastër në një shishe qelçe ose plastike. Nëse keni flok të shkurtër, përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe 3 lugë gjelle me ujë. Nëse floku juaj arrin deri tek supet, atëherë duhet të përdorni 1,5 lugë gjelle me sodë buke me 6 lugë ujë. Sa më i gjatë të jetë floku, aq më shumë sodë buke mund të përdorni. Maskën mund ta përdorni në flok të lagur ose të thatë, duke e aplikuar nga rrënja tek majat. Mbajini maskën për disa minuta dhe më pas lajini kokën me ujë të vakët. Për shpëlarje mund të përdorni një tretëstirë uthulle duke përzier 1 lugë gjelle me uthull molle me 4 lugë gjelle ujë dhe kështu do të shikoni rezultate fantastike tek flokët tuaj. Ndërkohë, a e keni menduar ndonjëherë se produktet që keni në frigoriferin tuaj mund ta bëjnë flokun tuaj të duket akoma dhe më bukur? Mbase jo, por tashmë është koha që duhet i provoni këtë maska për flokun tuaj. Ndonjëherë disa ushqime të cilat gjenden në frigoriferin tuaj mund ta bëjnë flokun tuaj të duket më së i mahnitshëm brenda 20 minutave. Nuk ju shkon në mendje se çfarë të kombinoni bashkë? Atëherë dëgjojeni këtë video deri në fund. Maska për flokët me mjaltë dhe qumësht. Kjo maskë është shumë e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. Gjithçka që ju duhet të bëni është të përzini 1 lugë gjelle me mjaltë në 1 gotë qumësht dhe më pas ta shpërndani atë në flokun tuaj nga rrënja tek majat. Lëreni këtë maskë për 15 minuta dhe shpëlajini kokën me ujë të vakët dhe shampo. Më pas, duke shmangur bletët, ju do të shikoni disa rezultate të mahnitshme në flokët tuaj. Maska për flokët me kremin e arrës së kokosit. Kjo maskë është pak ngjitëse, por është e ëmbël dhe paksa kohë konsumuese. Por gjithashtu ja vlen çdo minutë që ju do të harxhoni me të. Merrni një copë krem arr kokosi dhe ngroheni atë në duart tuaja. Kur ajo të bëhet e butë dhe e përpunueshme, masazhojeni ato tek flokët tuaj. Ngadalë me kujdes mblidheni flokët tuaj me një peshqir të ngrohtë dhe lëreni maskën në flok për 1 orë. Më pas shpëlajini flokët me një shampo të butë dhe lëreni ato të thahen si zakonisht. Maska për flokët me banane dhe bajame. Banane dhe bajamet janë shumë të mira për flokët tuaj. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni një banane dhe bëjeni pure, më pas shtojeni rreth 3 pika vaj bajamesh. Përzijeni mirë dhe masazhojeni përzierjen në flok. Lëreni të qëndrojë për rreth 25 minuta dhe më pas lajini flokët tuaj.
Mask për flokët me lule shtrydhe. Lule shtrydhe tashmë nuk janë vetëm për të ngrënë. Merrni një filxhan me lule shtrydhe, sa më të buta dhe të pjekura të jenë, aq më mirë. Një e të bardhë vezë dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Përzdjeni bashkë këto derisa lule shtrydhe të ngjajnë më shumë si një lëng se sa si copa të ngurta. Shpërndajeni përzdjerjen në flokët tuaj dhe lëreni maskën për 20 minuta. Më pas, shpëlajni dhe lajni flokët me një shampo të tillë. Ndërkohë, mund të përdorni maskën për flokët me avokado dhe majonezë. Majoneza dhe avokado janë me të vërtet shumë të mirë për flokët tuaj. Ja çfarë duhet të bëni. Merrni një kavanoz plot me majonezë dhe një me avokado të bërë pure. Përzieni mirë dhe aplikojeni në flokët tuaj. Kushtojeni vëmendje të veçantë rrënjëve të flokët tuaj dhe pas 20 minutash shpëlajni flokun tuaj me ujë të ftohtë. Maska për flokët me vaj ulliri dhe lëng limoni. Nëse ju keni një lëkurë koke të thatë, kjo është maska e duhur për ju. Gjithçka që duhet të bëni është të përzieni 2 lugë gjelle lëng limoni, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe 2 lugë gjelle ujë. Menjëherë pas kësaj, masazhoni maskën në lëkurën e kokës dhe lëreni më pas që ajo të veprojë. Lëreni përzdjerjen të qëndrojë për 20 minuta në flokë të lagur dhe më pas lajni flokët tuaj si zakonisht. Kjo maskë mund të aplikohet në flokët tuaj një herë në 2 javë. Maska për flokët me mjalt dhe vaj ulliri. Mjalti është jo vetëm i shijshëm, por ai mund të ndihmojë flokun tuaj të thatë dhe të dëmtuar nga dielli. Gjithçka që ju duhet të bëni është të hidhni gjysmë filxhani mjalt në flokë të pastër dhe të lagur dhe ta lini atë të qëndrojë për 20 minuta përpara se ju ta pastroni me ujë të ngrohtë. Ndërkohë, keni parasysh se nëse floku juaj është një rast ekstrem, për ta bërë edhe më të lehtë, ju gjithashtu mund të provoni të përzieni mjaltin me 1 deri në 2 lugë gjelle me një përbërës plot të vitamina, siç është avokado ose e bardha e vezës. Kjo do t'ju ndihmojë që ju të rimbushni lidhjet e flokëve tuaj që sulmohen nga rrezet ultraviolet. Kjo maskë gjithashtu mund të përdoret një herë në muaj. Maskë për flokët me birë. Nëse floku juaj është shumë i hollë dhe i dobët, këputet lehtë, atëherë për ju zgjidhja e duhur është bira. Thjesht përzieni gjysmë filxhani birë të butë me 1 lugë vaj lule dielli dhe 1 të bardhë veze. Aplikojeni këtë maskë në flokët tuaj të pastër dhe njëkohësisht të lagur. Lëreni atë të veprojë për plot 15 minuta dhe shpëlajeni me ujë të ftohtë. Kjo maskë mund të bëhet një herë në 2 javë. Maska për flokët me vezë dhe qumësht. Në varësi të gjatësisë së volumit të flokëve tuaj, vendosni nëse ju dëshironi 1 apo 2 vezë. Më pas, ndajni të bardhën nga e verdha e vezës. Rriheni të bardhat e vezës të përzjera me 1 filxhan qumësht dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Pas kësaj shtojeni pak limon të shtrydhur dhe masazhojeni në kokën tuaj nga rrënja tek majat. Mbulojeni flokët me një qeskë dushi për të shmangur rrjedhjen e ndonjë pike të përzierjes dhe lëreni maskën për të paktën 15 minuta. Kur ta shpëlani maskën, sigurohuni që të përdorni ujë të vakët ose të ftohtë për të marrë rezultatet më të mira. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë videon në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.